Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Për këtë të mërkur, 5 gusht 2026, uroj që yjet të na sjellin energji pozitive dhe surpriza të këndshme për të gjitha shenjat e zodiakut. Qëndroni deri në fund për të dëgjuar mesazhin e shenjës tuaj dhe mos harroni të abonoheni në bota e horoskopit. Le të zbulojmë së bashku çfarë kanë përgatitur yjet për ju për këtë të mërkur. Ju faleminderit. Dash, duket se je shumë i emocionuar për diçka që po ndodh në jetën tënde. Mund të jetë një projekt krijues, një udhëtim që ke planifikuar prej kohësh apo një ide e re që mezi pret ta realizosh. Por hëna në dem, këtë të mërkur të kërkon të ngadalësosh pak ritmin. Mos hezito të hidhesh menjëherë në veprim. Merr pak kohë për të menduar për detajet praktike. Çfarë duhet të bësh që kjo dëshirë të bëhet realitet? Sa para të duhen? A ke bërë një plan të qartë? Çfarë duhet organizosh përpara se të fillosh? Mos e ngatëro këtë kontroll të realitetit me një shenjë që duhet të ndalosh. Nuk është një jo, është thjesht një prit pak. Ti mund të arrish shumë gjëra kur vendos mendjen tënde për diçka, por suksesi kërkon edhe zgjuarsi, planifikim dhe durim. Mesazhi i ditës: mos e humb entuziazmin, por mos lejo që emocionet të bëjnë të nxitosh. Ndalo pak, bëj planin dhe pastaj hec përpara me siguri dash. Demi. Të mërkurën dem, hëna është në shenjën tënde, ndaj kjo energji mund të ndihet si shumë personale. Mund të detyrohesh të pranosh se rutina jote e tanishme nuk po funksionon më si më parë. Ndoshta disa zakone, mënyra organizimi apo ritme të përditshme nuk po të japin më atë që të nevojitet. Por mos u shqetëso. Nuk është e nevojshme që gjithçka të shkatërohet për të filluar nga e para. Ndonjëherë mjaftojnë disa ndryshime të vogla për të krijuar një version më të mirë të jetës tënde. Më 5 gusht, bëj ndryshime të vogla por të menduara mirë. Mos u përpiq të ndryshosh gjithçka brenda një dite. Zgjidh ato gjëra që kanë më shumë rëndësi për mirëqenien dhe qetësinë tënde. Dhe mbi të gjitha jepi vetes pushimin që të nevojitet. Mos u ndje në faj nëse ke nevojë të ndalosh pak, të kujdesesh për veten apo të bësh diçka që të sjellë qetësi. Kujdesi ndaj vetes mund të duket si një luks, por këtë herë është pikërisht ajo që të duhet. Dhe mesazhi për ju dem, mos prit që jeta të detyrojë të ndryshosh. Bëj sot ndryshime të vogla dhe të vetëdijshme që nesër të ndihesh më mirë. Binjak, ke një dëshirë të madhe për të lëvizur shpejt dhe prej kohësh mezi pret të nxjerrësh diçka në dritë. Mund të jetë një ide, një projekt apo diçka që dëshiron ta ndash me të tjerët. Por 5 gushti nuk është dita ideale për ta bërë këtë. Në vend që të nxitohesh, ngadalëso pak dhe kontrollo themelet e asaj që po ndërton. A është gjithçka gati? A ke menduar për detajet? A e ke energjinë dhe kohën e nevojshme për ta çuar deri në fund? Kur të mendohesh më thellë, mund ta kuptosh se emocionalisht nuk ke aq shumë energji sa mendon për të marrë përsipër një tjetër projekt apo angazhim. Nuk ia vlen të lodhesh deri në raskapitje vetëm për të provuar se mund të bësh gjithçka. Shihe këtë ditë si një fazë planifikimi dhe përgatitjeje. Puna që bën tani në prapasken do të të ndihmojë shumë më vonë. Mesazhi i ditës për ju binjak: mos e ngut veten sepse je i emocionuar. Përgatitu mirë, ruaje energjinë dhe lëre projektin të marrë formën e dur përpara se ta nxjerrësh në botë. Gafore, emocionet e tua janë të forta, siç ndodh shpesh me ty, por të mërkurën, hëna në dem të ndihmon të tërhiqesh pak, të marrësh frymë dhe të shohësh gjërat nga një këndvështrim më i qetë. Kjo energji e qëndrueshme është pikërisht ajo që të nevojitet tani. Merr pak kohë për të menduar për qëllimet e tua afatgjata, çfarë dëshiron të arrish dhe çfarë duhet të bësh konkretisht për ta realizuar. Mos i lër dëshirat vetëm në mendje, kthej ato në një plan real dhe të zbatueshëm. Këtë herë, kushto vëmendje edhe gjërave praktike, parave, burimeve, kohës dhe mundësive që ke në dispozicion. Ti zakonisht shqetësohesh më shumë për anën emocionale të një situate, por edhe praktika ka rëndësinë e vet. Emocionet të tregojnë se çfarë dëshiron zemra, ndërsa planifikimi të tregon si të arrish atë. Mesazhi për ju gafore: mos u udhëhiq vetëm nga ndjenjat, bashko zemrën me arsyen dhe krijo një plan konkret për të ardhmen që dëshiron. Luan, është koha për një zgjim dhe një kontroll të realitetit. Më 5 gusht, hëna në dem formon katror me Jupiterin në shenjën tënde. Në astrologji katrori tregon një energji tensioni dhe përplasjeje mes dy dëshirave të ndryshme. Jupiterin në Luan të nxit të marrësh hapësirën që meriton, të besosh te vetja dhe të bësh hapa të guximshëm.
Ndërkohë, hëna në dem preferon sigurinë, stabilitetin e një qasje më të kujdesshme. Pra sfida jote është të gjesh ekuilibrin mes guximit dhe realizimit. Shko pas ëndrave të tua, por mos i shiko ato vetëm përmes emocionit. Pyete veten çfarë kërkojnë konkretisht, sa kohë, para, përpjekje dhe durim. Kur ta kesh të qartë rrugën, krijo një plan dhe qëndro besnik ndaj tij. Mesazhi i ditës për ju: guxo të ëndërrosh madhështoren, por ndërto me këmbët në tokë, guximi të hap derën, ndërsa një plan i mirë të çon deri në fund. Vigjeresh, hëna në dem është pikërisht energjia që të ka munguar. Kohët e fundit jeta mund të ketë qenë stresuese dhe ndoshta të duket sikur në çdo drejtim që kthen syt ka një pengesë që të del përpara. Por energjia e hënës këtë të mërkur të ndihmon të qetësohesh dhe të mendosh më kthjellët për hapin tënd të radhës. Nuk ke pse t'i zgjidhësh të gjitha me një herë. Merr frym, ndalo pak dhe shiko se cila është rruga më e mirë për të vazhduar. Ki durim dhe mos i shumë i ashpër me veten. Ke kaluar shumë dhe është e lehtë të fillosh të gjikosh zgjedhjet që ke bërë në kaluarën. Mund të mendosh po sikur të kisha vepruar ndryshe, por të jetosh duke gjikuar vazhdimisht veten nuk do të çojë asgjë fundi. E kaluara nuk mund të ndryshohet, por mënyra se si zgjedh të ecësh përpara është ende në duart e tua, vigjeresh. Mesazhi i ditës: mos e dëno veten për rrugën që ke bërë, mëso prej saj, je i duruar me veten dhe përqendrohu te hapi i radhës.